si me përdor smart IP të vet. Do të thonë, hyme të aplikacioni. E unë do Da Vinci, apo është hap një kanal, e shtypni OK. Mirë, në një nga ta, i shtypni OK. Dhe shikoni tash, si thot, këtu i keni gjitha kanalet me një vend. Po, te telekomandat e reja, këtu kur i shtypni 1, 2, 3, shkoni në fonda të me ngjyra, shikoni, e shtypni OK, edhe kur e selektoni në anën e majt, shifrej bëni me grupe, dhe më thonë, kështu bën me grupe kanalet. Kjo është njëra mënyrë. Mënyra tjetër është, mënyra tjetër e bërjes së grupeve është kur i shtypni OK, këtu te zëri, shifni, jo zëri, po te ana tjetër, këtu kur i shtypni këto lart, shifni si ndroni grupet, ose për poshtë. Dhe kjo është një mënyrë se si me ndru grupet. Kjo është sa i përket të përdorimit të aplikacion. E tash, si me gjetë MAC adresë. Edhe kjo, si me gjetë MAC adresë, dhe më thonë, kur jene në kanal, e shtypni prap të këto me ngjyra, shikoni edhe, e shtypni OK, edhe të dalen opcionet në televizor. E shtypni OK, prap, ngjyrën e kaltërt, anën e majt, edhe shkoni aty të device info. E shtypni OK, edhe kjo është informata e aplikacionit. Ose si me restartua aplikacionin, reload playlist. Shtu bët restart. E tjetër, për shembull, si me bë me PIN, MAC adresë, që mos me ta fshi listën. E shtypni këtu edhe shkruani një numër, ja shifni, numrat të keni këtu, ju dalin në ekran. E shtypni 1, 2, 3, edhe shkoni selektoni numrat, si e vnoni PIN-in, ajo është puna juaj.